lavdi jemi të tia. Shalom, shalom, vlla, motër, shqiptar, kudo që po më ndjek, mirë se erdhe në këtë takim në miqësinë tonë. Dhe lavdi atit në qoftë se ke një zemër të, në këtë rast, të abonohesh në kanalin tonë, në YouTube, unë t'inkurajoj, mund të shkosh dhe të abonohesh për të na ndihmuar, për të shpërndarë lajmin e mirë të mbretërisë, sepse kështu funksionojnë gjërat në kohën e mediave sociale. Lavdi jemi të tia, po kjo është shërbesa që ati ka vendosur nëpërmjet meje. Lavdi jemi të tia, ka video në këtë rast që ti jam pak më tepër, por gjithsesi shikon për mirë pajisjen tënde dhe i shikon vetë temat e caktuara në playlistën këtuja kur klikon. Ndoshta kur ti shikon një video masandaj do të bësh një like, një koment, nuk të lejon sepse duhet të kesh një email, të regjistrohesh në këtë rast në google.com dhe me atë llogari masandaj hap një llogari në YouTube dhe masandaj mund të komunikosh dhe të shikosh, të abonohesh, të nënshkruhesh dhe ndihmojmë njëri tjetrin për lavdi të atit. Gjithsesi, siç premtova motër, tani siç premtova për lavdi të tia, për faktin e Biblës. Do flasim sot për një diçka shumë të thjeshtë që po ka një rëndësi të madhe. Do shkojmë më vonë masandaj te kjo, por do prekim sepse në miqësinë tonë motra bëri një pyetje shumë bëri një kërkesë në fakt për të përmbledhur komplet lajmin e mirë të mbretërisë nga Zanafilla deri tek zbulesa me fjalë në këtë rast të përgjithshme, ndoshta do shkojmë dhe në detaje patjetër të disa aspekteve, por për ta pasqyruar këtë vllai duhet të sjell një foto, që mua më pëlqen grafika në këtë rast për t'i pasqyruar që ti ta shikosh nga ana e fotove, sepse na ndihmon nga në këtë rast në atë vizualitetin dhe për ta kuptuar akoma më mirë atë që dua të them, sepse është komplet Bibla që unë kam përmbledhur me disa foto dhe janë masandaj një grafikë tjetër që prap do ta shikosh në ekran më vonë që i përket të njëjtës aspekt lavdiatit. Po le të fillojmë me fillimin dhe do fillojmë ku? Në Zanafillën. Okej, le të fillojmë në Zanafillën, lavdiatit. Okej, ja tani është ekrani i madh lavdiatit se regjistroj nga këtë rast nga Telegrami. Nuk jemi live në këtë rast për këtë takim sepse dua që vëllezër dhe motra dhe ju të më shikoni fytyrën time siç ju e shikoni këtu në ekranin lart në të djathtën tuaj. Tani në grafikën e ekranit ti çfarë ke vlla motër? Këto janë 7 beslidhjet të përjetshme që ati ka bërë që nga Zanafilla deri në të rast kur të vi Mesia Jashua deri në fund. Tani do përmbledhim me fjalë dhe lutu për mua vlla motër, por do fillojmë që nga fillimi. Çfarë foli Bibla në fillim? Në fillim ati krijoi qiellin e tokën, krijoi masandaj Adamin dhe mori brinjën nga Adami dhe masandaj Eva u krijua dhe të dy ecën për 7 vjet para në mëkat. Është profeti Enoku dhe masandaj është edhe Mojsiu që Moshe që flet për këto gjëra në detaje. Do kemi kohë për ato gjëra. Tani, beslidhja e parë që ati bëri në fillim kur krijoi njeriu, e bëri me me Adamin. Ja ti e shikon këtu në të majtën tënde. Kjo beslidhje sot neve si e përjetojmë, që ne si burra akoma vazhdojmë t'i bijem tokës apo punojmë në mënyra të ndryshme, sepse ati kështu tha, në këtë rast djersën tënde ti do kesh mundësi të hash për burrat. Tani, për ju gra në këtë rast vajza që masandaj të reja që jeni në këtë rast ndoshta jeni prind, si shikojmë një nga shenjat e kësaj beslidhje për gratë, që gratë kanë dhimbje në lindjet e tyre. Dhe kjo ishte pjesë e beslidhjes së parë që ati bëri me njeriu, që burri do shkonte lart e poshtë për të punuar, për të
dhe në familjes, për ta drejtuar familjen e vet në urdhërimet në ligjin e përsosur të Atit, dhe do mësonte edhe masandaj dhe gruas së tia për mbrojtje, për drejtim, për çdo gjë që është kreu i familjes, gjë që nuk e bren burrin në këtë rast të marri ndonjë hipokrizi sepse jesh den nga Ati dhe tani dëgjoj mua me patjetër dhe pos më dëgjove mua, atëre a ju dëgjim është në këtë rast në radhë të parë që ka të bëjë me zemrën e përullur ndaj Atit, ndaj Mesias Jeshuas në urdhrimet e tija, që formohet, transformohet ai person, pastaj të njëjtën gjë ka devotshmërinë në personale dhe gruaja, që unë mendoj gruaja është një komponent shumë i rëndësishëm për familjen. Ka thot vllai, një grua mund ta ndërtojë familjen, një grua mund ta shkatërrojë familjen. Sepse ndodhen si ndodhen gjëra në fillim, Eva ishte ajo që ra në mëkat. Dhe aty tani nuk ju bën motra ju për të qenë që okay, tani do fillojmë të vëmë gishtin me njëri tjetrin. Por Ati në këtë rast ka vendosur një kryesi që masandaj do drejtojë në mirëkuptim, në përulje. Por shumë herë burrat vuajnë prej në këtë rast mos respektimit të parimeve biblike, urdhërimeve të Atit nga ana e gruas, dhe për shkak sepse burri në këtë rast jeshte dhe në autoriteti dhe ai nuk e mori në këtë rast sepse ishte më i mirë, u vendos sovranisht nga Ati. Tani natyra jonë motra është që ne e kemi natyrën tonë për të qenë lider, për të qenë drejtues. Dhe në këtë rast kur unë shikoj një motër ose ti mund ta dëshmosh vetë në marrëdhëniet tona burrë grua, kur gruaja në këtë rast nuk shkon kundra burrit, atëre me heshtjen tuaj, me përullësinë tuaj, neve bindemi në shumë hipokrizi që mund të bëjmë të momentit. Sepse jemi edhe neve njerëz që punojmë për veten tonë. Por një grua që kundërshton burrin e saj, do të marrë pozicionin si thot sot shoqëria, shikon që ka gruaja lartësohet të bëhet. Jo, nuk ka vendosur Ati nëpërmjet ligjit të tij që të prishet rendi autoritetit, sepse kur prishet ai rend, është futur i ligu në atë person. Në të njëjtën kohë për ne burrat, kur neve masandaj si thua e shfryzojmë në mënyrë të gabuar autoritetin tonë ose abuzojmë më tepër, këtë po kërkoja fjalën, abuzojmë në atë që Ati na ka para përcaktuar që të drejtojmë familjen në urdhrimet e atij ligjit për të qenë të bekuar ajo familje, masandaj ndodh që ndonjëherë dhe motrat në partnerjet tana në këtë rast gratë do ngrihen për të këshilluar burrat e tyre, që kjo gjë nuk është prej Atit, prej ligjit, prej urdhrimeve të tija, gjë që masandaj ai person, burri duhet të marrë masandaj përgjegjësinë e vet, të pendohet dhe të kthehet prapë në detyrën e vet, në restaurimin e marrëdhënies me Atin fillimisht, dhe Ati i pëlqen në këtë rast ajo përulje ndaj që burri shpreh ndaj Atit, siç thotë Psalmi 25, masandaj që zemrat e përullura mund të mësohen prej urdhrimeve të Atit, prej ligjit të tija, dhe Ati do mësoj ato zemra. Dhe kështu familja është e mbrojtur. Familja është e mbrojtur dhe nga ana tjetër për ju motra, po të shkosh në studimin tënd personal, shko në Fjalët e Urta 31 vargu 26. Ja, ndoshta do t'i pasqyrojmë se tani po dalin po dalin vargje, por në Fjalët e Urta 26 flet karakterin tuaj. M'fal, 31 ja po e marr nga interneti sepse nuk 31:26 flet për ju motra. Për ju, karakterin tuaj, sjelljen tuaj, që çdo burr lufton për atë sjellje dhe në këtë rast lutemi për vëllezër, lutemi për veten tonë që në këtë rast ti vëlla që je akoma duke në këtë rast të kërkuar partnerin tënde në urdhrimet e atij ligji, në një martesë që i përket principeve frymërore të urdhrimeve të ligjit, që sapo bëra dhe mësimin, të inkurajosh shikoje martesa biblike. Ne në këtë rast pretendojmë dhe
shpresojmë dhe lutemi që ajo grua që hap gojën e saj do të hapi me urtësi dhe masandaj në gjuhën e saj është ligji i mirësisë. Është ligji i mirësisë. Më lejo një moment të shkoj tek materiali që kishim. Okej. Ja po e pasqyron vllai në ekran në fjalë të urta. Fjalë të urta 31:26. Jemi në këtë rast në mirësinë e Atit, në ligjin e mirë, të përsosur, të drejtë, që Ati dëshiron që secilit prej nesh, në këtë rast që thotë nëpërmjet principeve frymërore, që një familje të gëzojë bekimet e qiellit, frymërore apo fizike, Ati është në gjendje ta veje. E shikoni për ne të miqësisë, motra dhe vlla, që çdo gjë vërtitet ku është prioriteti, ku bazohet? Bazohet në ligjin e Tij të mirësisë. Janë principet frymërore që shikojmë në këtë rast 5 librat e parë të Biblës, që është ligji, dhe mësandaj fjalët e urta jashtë ligjit Tij, sepse e kemi përpara, dhe psalmet është ligji i Tij, do thotë instruksionet e Tij të përsosura që Mesia i praktikoi dhe nuk mëkatoi. Dhe kështu nuk mëkatojmë neve. Prandaj thotë që ajo hap gojën e saj me urtësi, me dituri, dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë. Kështu ajo nuk mëkaton për veten e saj, lexon veç, shpenzon kohë për veten tënde, me Atin, në këtë rast me pak fjalë, në dhjatën e vjetër që është themelet e jetës tonë. E nuk hiqen themelet, masandaj si njeriu do eci, si një familje do eci. Kur hiqet ligji i Atit, si një familje do formohet, vlla motër. Si do gëzoj mirësinë e Atit, sepse e dimi që shkelja e ligjit të mirësisë është mëkat. E para Gjoni 3:4, apostulli nuk tha ndonjë gjë të re, tha Levitikun 4:2, që thotë është shkelje e urdhërimeve, mëkati. Prapë numra 15:30-31 përcakton blasfeminë, që duke shkelur ligjin vazhdimisht, blasfemohet emri i Atit. Nuk gëzon ajo familje mirësinë e Atit, është gjithmonë e paqëndrueshme, gjithmonë në goditje, gjithmonë në gjykim nga Ati, derisa merr përgjegjësinë në partnerët në këtë rast të kthehen dhe të rinovojnë masandaj mendjet e tyre, të hysh në beslidhje me anë të pendimit nga shkeljet e ligjit dhe masandaj pakëzohesh në ujë, lavdiatit, dhe aty futesh në beslidhje, sepse për të bërë pakëzimin të duhet një person lavdiatit. Dhe pa atë nuk ka hyrje në beslidhje. Të duhet Mesia Jashua, Krishti, po them emrat e vërtetë, që ishte hebre në Izrael me nënën e tij Miriam. Dhe prandaj thotë veprat 2:38 që pendim nga shkeljet e ligjit, ndalon në të mirën tënde të mundshme, masandaj beson tek Mesia Jashua, në të cilin ti po pagëzohesh në emër të Tij, në ujë, dhe masandaj merr faljen e mëkateve, dhe masandaj gjithashtu merr dhuratën e frymës së shenjtë. Tani, kjo beslidhja e parë, ishte beslidhja e parë që Ati beri. Tani, Adami ra në shkelje të ligjit, të urdhrimeve të Tij. Fillon hyn vdekja në këtë rast fizike, dhe ndodhi dhe vdekja frymërore, në kuptimin që u shkëput marrëdhënia e Atit me Adamin. Ati, normal që kishte syrin tek dy krijesat e para që krijovi, por ajo beslidhja u thye. Dhe biles thotë shkrimi që në fillimet që Ati thoshte masandaj çfarë shprehu lajmin e mirë të mbretërisë. Shprehu lajmin e mirë të mbretërisë, duke thënë që një ditë thoshte që do sjell një person që do shtypi kokën e Satanit. Por ai thot ai djalla, ai Satan do të në këtë rast do të shpojë këmbët tënde. Po i thoshte në këtë rast nga ana figurative, nga ana e projektimit, nga ana e planit për ardhin e birit të Tij, që Satani në këtë rast veprovi duke gënjur Adamin, dhe Ati tha do sjell një Adam tjetër që është i përsosur, dhe ai
në këtë rast do ketë mundësinë që ta shtypi njëre për gjithmonë Satanin, dhe kushdo që do besoj në te, në Mesian Jashuan, do thotë që beson dhe praktikon urdhërimet e Atit që ky Mesia Jashua praktikovi, atëre thotë do gëzoj jetën e përjetshme. Sepse na thot Gjoni 3:36, po ta shikojmë Gjoni 3:36, thot haprazi që kush nuk i bindet birit të tia, masandaj thot shkrimi që nuk do gëzoj jetën e përjetshme, zemërimi i Atit akoma qëndron mbi te. Se një person mund të ketë besuar në këtë rast dhe ka filluar të ecë në urdhrimet e Atit, por gjatë rrugës ndodhi diçka që kush e beri atë diçka, i ligu e beri. Dhe besimi këtu vëlla motër është një koncept jo perëndimor. Është fjala greke masandaj që shikon. Por besimi është beson dhe praktikon. Po çfarë praktikovi Mesia, Krishti? Praktikovi urdhrimet e atij ligji që na tha në Mateu 4:4, na tha në Mateu 19:17 që zbato urdhrimet e atij ligji dhe do të jetosh, do kesh jetën të përjetshme duke vazhduar aman në ato urdhrimet e atij ligji. Por kush nuk i bindet të birit, i biri na drejtoi tek Ati gjithmonë. Unë dëgjoj prej Atit dhe veproj. Unë nuk erdha nga vetja time. Pastaj profecia që kemi në ligjin për 3:18, që Ati do dërgon tek këtë profetin, si Moshe thot, dhe thoshte, Mojsiu thoshte që dëgjojeni, sepse kush nuk i dëgjon fjalët, thoshte Ati, që unë do vendos në gojën e tija, atëherë thot do ta shkatërroj atë person. Tani kemi rastin e motrave që në gojën e saj është ligji i mirësisë. A nuk ishte në gojën e Mesias Jashuas i njëjti ligj? Po, lavdjatit. Është i njëjti moral. Është e njëjta sjellje. Po kush nuk i bindet të birit që foli për vullnetin, që masandaj na shpreh në Mateu 7, na shpreh në Luka 8:21, na shpreh në Luka 12 kapitulli mos gaboj, që flet gjithmonë, dëgjon ligjin e përsosur të lirisë dhe ngulmon në te e zbaton. Këta janë vdelet e mia, tha Mesia, që ato më ndjekin, më binden, sepse ai foli moralin e shëndoshë, lavdjatit. Që sot, me të folur për moralin e shëndoshë, ligjin e përsosur, ne kuremi dhe refuzojmë dhe duam të besojmë gjërat që nuk janë biblike, me këshilla që kanë dalën nga kultet që lindën në 300-400 me fetë katolike ortodokse që u reformuan masandaj në të njëjtën strukturë, pak gjëra ndryshuan në 1600 nga reformistët, nga Lutheri, nga Calvin, dhe filluan reformime të tjera masandaj në 1900, sa gjëra ka ndodhur mbas ringjalljes së Mesias, që besimtari i thjeshtë, ti që po e dëgjon, nuk i ke marrë, nuk i di, dhe vëlla motër nuk është puna sepse po them për të, nuk i di ti sepse i dim neve. Është çështja thjesht që çfarë ka ndodhur, që dua që ti të shpëtohesh, të kemi urtësinë që ka ndodhur disa gjëra që janë shtrembëruar. Identiteti i Mesias u shtrembërua mbas ikjeve të apostujve. Filluan njerëzit për të thënë që Ati ishte zemëruar me popullin e tij, gjykovi beri. Tani me neve është mirë. Po si që ka me ty mirë? Kur ti ecën në palishmëri, nuk do t'ja dish për atë ligjin e mirësisë, për dishiplizimin tonë, burë grua në martesë, në familje që është themeli i kishës, që ajo familje shkon në kishë, do vej atje, familjet vejnë, kush do vej në kishë? Por jo të tëra janë kishë, si që shikon sot. Si që po bisedonin vlla në kuptimin që, jo sepse një ndërtesë e merr emrin dhe citon emrin e Krishtit, por shikojnë frutet, praktikojnë urdhërimet, ligjin e mirësisë, praktikojnë sabatin, praktikojnë festat biblike, të Levitiku 23 që ndodhen në ligjin e mirësisë, sepse ligji është i mirë. Romakëve 7:11 e thon. Atje është karakteri i Atit, a pra të foli Mesia që të zbatojmë? Ai beri vet, i praktikoi vet, na la një shembull, na la si të ecnim, identitetin e tij, ambasadori i përsosur i Atit që e përfaqësovi në mënyrë të përsosur, pa shkelur ligjin e Atit. Një qinj panjolla. Psalmi 119, si është një person panjolla? Vargu 1. Psalmi 119, vargu 1 thotë që një person, masandaj, mund të jetë panjolla
në rast se ai person ecën në ligjin e Jahve. A nuk eci Mesia në ligjin e Jahve që urdhrimet e tia meritojnë besim, sepse pa besim është i pamundur ti përqesh atit, besimi që reflekton në praktikën e atyre urdhrimeve të ligjit të përsosur të atit, dekretet e tia, fjalën, statutet e tia të përsosura, kështu ne jemi në një zemër të përullur, kështu nuk jemi krenar vëlla motër, dhe ati mund të na mësojë urdhërimet e tia, si thot Psalmi 25, i mëson rrugët, urdhërimet e tia mëkatarëve, që kanë shkelu ligjin, pendohemi, është pendimi i vazhdueshëm çdo ditë. Ja thjesht për ta hedhur të varg dhe dua që të vazhdojmë në të mënyrë, por ja shikon që ata që kanë një rrugë pa njollë, që ecin në ligjin e atit. Vetëm ky varg duhet të bëj shumë për nesh në këtë moment që të kthehen në urdhërimet e atij ligjit për të qenë pa njollë. Drejtuesi thotë apostulli që kishte një karakter, apostulli Shauli, njohitur Pali sepse ja vun emrin më vonë. Apostulli Shaul foli në Titin 1, 7 deri në 10, e para Timoteut 4, 7 deri në 10, doktrinë shëndoshë, ligjin e përsosur që na bën pa njolla pa të mejtë duke ecur në atë ligj që ai drejtues, administratori i shtëpisë duhet të ketë. Shikoj sot veshjet e njerëzve, kokoret e tyre të peshkut, shikoj ikonat, shikoj frymat e vdekjes, shikoj çfarë luten gurve, shëmbëtyrave. Masandaj ke nga anët të tjerë që quhen masandaj protestantët, që nuk është fajtent, po adresojmë sistemin, që ti të shpëtohesh. Por protestantët janë prap në një sistem të tillë që u krijua në 300-ën, 400-ën, që ata drejtues morën gabimisht mësime të tilla, dhe kur mësohesh në mësime të tilla masandaj, ndërkohë aty thotë që çfarë? Duhet të respektojmë mësimin e tij, ligjin e tij me gjithë zemër. Shikoje vëlla motër. Dhe masandaj o vëlla Olgeri, ai është kështu, ai flet, ai bën edhe nuk kam komunikim me vëllezër motra shqiptare që dua të shpëtohesh, por nuk shpëtohesh vëlla motër duke hequr ligjin, se ashtu çfarë rrugë ke marrë? Ke marrë një rrugë pa njolla, por jo sepse në atë mënyrë ti the që ligji është hequr. Hiqe ligjin, çfarë ndodh? Është rruga me njolla, është mëkati. Mëkati përcaktohet nga ana e Biblës që është shkelje e ligjit. Ja dhe njerë, ligjin në këtë rast e kam pasqyruar më parë, por kemi çfarë? Zana fillën, Eksodin, pastaj kemi Levitiku mos gaboj, si radhë, por dim që është atje, Levitiku, Numrat, dhe ligji për të rirë, që është një libër në vete, për të rirë. Për të rirë. Plus, kemi fjalë të urta që quhen proverbat, proverbat, dhe psalmet. Ky është ligji. Ligji tia, që ati ka folur. I përjetshëm. Tani, vëlla motër, nuk është e vështirë. Nuk janë urdhrimet e tia, të ligjit të tia të vështira. Pasaj mund të vëmë që është plus profetën na tregojnë sjelljen. Që na tregojnë sjelljen. Kjo është tër ligji dhe profetët. Ligji moral plus profetët. Dhe këto janë themelet e jetës tënde. Themelet e një shoqëri të shëndoshë, të familjes së shëndoshë, ajo shtëpia që ishte themeluar mbi shkembër, i dëgjojmë ato shëmbëtyra që Mesia foli. Apo jo? Por përkekshte fjalën Mesia, sepse një arsyetim shumë të thjeshtë vëlla motër.
Ajo shtëpia që është ndërtuar në Shkemb, që refuzon ligjin e Atit, ku është me Atin? Ajo shtëpi është ndërtuar në Rere ku ka hequr ligjin e Tij. Sepse ajo në Shkemb ka një rrugë panjolla që ecën me ligjin e Atit, ecën në rrugët e Tij, mësohet për urdhrimeve të atij ligjit. Festat e Tij që janë statutet dhe dekretet e Tij, që është fjala e Tij, në atë mënyrë, në këtë rast ne duke i mbjellën në zemrën tonë, duke lexuar, duke dëgjuar, masandaj medituar në ligjit e Tij ditë e natë, kemi barësi. Dhe thotë, masandaj Jehoshua 1:8, duke medituar tek ligji i Tij ditë e natë, kemi mbarësi dhe prosperitet dhe sukses në jetën tonë, suksesin frymëror. Kështu nuk më katon. Okej, morëm Adamin. Tani mbas Adamit, vëlla motër dhe Evës, këta u shumëzuan dhe patën rrugën e tyre, patën fëmijët e tyre, njeri masandaj vrau vëllain, masandaj ishin dy vëllezër në fillim, njeri nga vëllezërit e vrau vëllain e tij që po e nderonte Atin në festën e frutave të para, dhe Ati e dëboi masandaj atë vëllain dhe hoqi nga familja në këtë rast, por i dha mëshirë dhe pastaj Adami dhe Eva bërë një fëmijë tjetër që quhej Seth. Sethi pastaj fillon prap të ketë një beslidhje me Atin për ta kërkuar Atin në beslidhjen e Tij, në urdhërimet e Tij, të ligjit të Tij. Dhe tani kemi shumëzimin e tokës, por krijuan gjëra masandaj dhe vazhduan, kishte njerëz që po ecnin me Atin, po ishin të pakët, por në kohët kur erdhi Noa, masandaj filloi shturja totale. Kemi engjëjt, 200 engjëj që lanë vendbanimin e tyre nga qielli, u hodhën në tokë për shkak të rebelimit ndaj urdhrimeve të Atit. Ata engjëll shkuan me bijat e njerëzve në kohën e Noasë. Prej atje kemi masandaj lindjen e demonëve që janë sot që ecin në tokë. Sepse ata që u lindën masandaj gjigantët prej atyre engjëllve dhe grave të tokës, u lindën gjigantët që ishte Golia që dime me Davidin. Tani, kur gjigantët vdiqen, kishin gjigantët që brenda frymra demonike. Ato frymra demonike janë akoma duke ecur lart e poshtë tokës. Ja ku kuptojmë kush janë demonët, i shikojmë mbonjëherë, i shikojmë manifestimet e tyre. Tani në këtë Noasë filluan të shfrytëzonin njeriu se rastet të falë pa më përpara, që këta zbritën në Egjipt nga qielli, këta dy kishin një kapiten, ai ka pasandaj shpërndjet e tyre të mëson njeriu të astrologjinë, horoskopet, përdorin vetë, bëjnë për luftë, i mësuan sekretet. Përveç se filluan të shturesh nga morale, filluan të magjitë të funksiononin, të mësonin njerëzve, e ishin nga kush, në këtë rast ishin influencuar nga Iligu, që ishte në tokë kishte kohë. Prandaj shikojmë në Jobi që Satani masandaj vinte lart e poshtë tokës. Dhe këta engjëjt në atë kohë, të demonik me pak fjalë që masandaj lanë banimin e tyre siç thotë dhe apostulli, filluan të masandaj lindën gjigantët masandaj filluan të bënin çdo lloj perversiteti, filluan të hanin mish njeriu, të shkatërronin çdo gjë, dhe Ati mbroi Noan. Noe, që quan ti, po emrin e ka Noa. Noa dhe familja e tij, tetë të tij atu mbrojtën dhe Ati tha, unë tani do hapë kupën e qiellit, kupolën e qiellit, janë masandaj janë 7 porta, mos gaboj, janë 7 portat që u hapën dhe ujin që shikon lart, që shikojnë blu, që sheh, ai uji zbriti dhe përmbyti tokën njëre në këtë rast njëre mirë në atë kohë. Dhe më lejo të sjell një foto, shpresoj të kem atë foton që tregon hapjen e qiellit dhe vetë profeti thot për ato 7 portat. Po, lavdiatit, okej, pas kam tu. 7 portat janë, po, që flasin librat që masandaj janë hequr nga shkrimi dhe hoqën nga farisinjtë në shekullin e dytë,
dhe hoqën më vonë, masandaj nga besimet të tjera, denominacionet të tjera që nuk donin që të kuptoheshe e vërteta e plotë, kush ishin këta, nga lindën këta gjigantë, kush si ndodhi, si ishin në detaje, sepse Zanafilla nuk na jep detaje të tilla. Megjithëse jep diçka, po janë deklarime dhe e plotësojnë lavdjatit, plotësojnë çdo aspekt që i përket që neve marrim urtësinë dhe në këtë rast çdo gjë të plotë. Ja ku kene ekran tani, më lejo ta mbyllim pak. Okej. Ja ku ke 7 portat. Kjo është me të kuqe shkupa qellore. Dhe po tjetë, masandaj si shkam thënë, toka e rumbullakës, si do përmbyshet kjo toka e rumbullakët, vëlla motër? Mendo për një moment, një top, si do përmbytet? Po përmbytet kur ke një ambient të mbyllur dhe hedh ujin nga lart dhe e mbush plot dhe uji nuk ka ku të vejë, sepse kupa qellore është një kupë, një tas në këtë rast i padukshëm prej kristali i fortë dhe u hapën kataraktet e qellit, thot shkrimi. Ja si thot profeti Enoku. Profeti Enoku thot, dhe ngrita sytë drejt qellit dhe pash një çati të lartër. Okej. Dhe 7 lumej ujë mbi te. 7 lumejnë, ja çatia. Ati quan si çadër thotë për diellin. Dielli është përsipra, këtu kemi ujra tani nuk dallohen, po është ujra që shikojmë që zbritën se do të zbrisnin që nga lart dhe ujat janë këtu në qellin e dytë. Prandaj shikojmë qellin që është blu kur dielli afrohet tek ne, këtë se dielli është përsipra kupës qellore që ka në këtë rast përshkruan qarkun e tij bashkë me henën, ka të dy kanë të njëjtën përmasë. Dhe thotë që pa 7 lumenj përmbi te dhe ato lumenj në përreth në këtë rast rrithnin me shumë ujë në një vend të mbyllur. Dhe pash përsëri dhe ja burimet u hapën mbi sipërfaqen e atij vendi të madh të mbyllur. U hapën burimet? Po, u hapën burimet dhe u përmbyt në kohë të masë. Ku duke fakt nga dhe dielli janë të javë, po. Kanë daljen e tyre, Pra, në pas të mos si pajti 20 ditë që që qenë të qindën ata në King James ka një skolar shekullin 20, gjitha libra në Greqi. Masandaj që kanë me librat e tjerë janë për libra e florë. Ja, të qellit, gryka bimeve humnere së ka në numër dhe portat e përmbytjes fillojnë ujën li. Portat, 7 portat, 7 menjtë, pam këtu. 20 ditë, 20 netë dhe burimet e humnerës gjithashtu luftuan ujë, derisa e gjithë toka u mbush me ujë. Nga lartë dhe nga poshtë. Nga lartë dhe nga poshtë, prandaj kemi një strukturë të tillë që mund të përmbytet kur ke tokën që uji sipërfaqja e oqaneve që lidhet me të tërë oqanet, ti e di këtë. Oqanet janë të lidhur me njëri tjetrin. Si mund të arkosh një sipërfaqe uji? Me çfarë? Nuk ekziston në imagjinatën e shëndoshë, sepse sipërfaqja e ujit nuk arkohet, është 0 ose në këtë rast në 180 gradë. Mere tasin, vendose një, ta di unë, vendos ujë dhe shikoj sipërfaqen e ujit në qetësi. Mos ndoshta është e arkuar, po të vendosësh nivelin, është perfekt, 0. Pikërisht. Kjo është struktura kozmologjisë së Biblës. Jo gënjeshtra demonike të personave, të masonistëve, të nazës që janë shoqëri demonike sekrete, kanë mësuar gënjeshtrat e tyre. Planetet nuk ekzistojnë, janë çfarë? Planetet janë yjet e ndacakë, enjtë e ndacakë, që lanë masandaj rrjedhën e tyre që akoma vinë vërdall. Ke parë ndonjëherë që ato yjet e ke parë, u shkëputa ylli në qellë, e shikon, ra ylli. Ra ylli? Çfarë ylli ishte ai?
Shikon nga ana biblike që neve kemi parë të gjëra me sy, kur ylli bie, yjet janë angel, të mirë apo të keq, masandaj ati e di. Por shkrimi e thotë në zbulesa nente që një ylli u dha pushtet dhe hapi pusin e umnerës për gjykime që akoma nuk ka ndodhur. Një ylli, një mase për guri nuk i jepet pushtet, autoritet, sepse nuk është një qenje, një gjë e ngurtë. Tani kemi përmbytjen e komplet tokës, siç e pamë, në kohët e Noasë, tani këtu lundron barka e Noasë. Okej. Pastaj, çfarë ndodh? Që mbas Noasë kemi fillimin prap, Noa del nga, në këtë rast nga varka, fillon ndërton altarin përpara Antit dhe ai dinte për të mbajtur ligjin, për të ngrënë pastër apo jo, sepse i dinte kafshët e pastra të papastra. Sepse këto gjëra ishin që më përpara, ishin mbas Adamit, kemi profetin Enoku që shkon në qiell, i tregohet ligji, i fliten gjykimet për këta angel që lanë vembanimin dhe ai masandaj spostohet, engjëjt e çojnë në kopshin e Edenit dhe atje mësohet për shumë vite me radhë. Dhe mësohen masandaj që gjykimin që ai mori prej Atit për engjëjt dhe lajmërovi dhe masandaj nipin e tij Noanë. Sepse Noa mori një vizion, ishte masandaj vetë shkrimi në profetin Enoku thotë që Noa pa një ëndër, ishte shqetësuar se po vinte përmbytja, ishte friksuar, vrapoi tek gjyshi i tij Enoku, foli me të. Ndërkohë Enoku ishte në kopshin e Edenit. Vajti Noa, foli në portat, nuk hyri brenda, foli jashtë atyja dhe mori masandaj prap mesazhin e njëjtë që Ati kishte folur dhe Enokut për përmbytjen. Okej, tani ndodh përmbytja, fillon prap Ati me këtë familje. Kjo familje vazhdoi prap të kishte të mirat të keqet, ligji i Atit nuk respektoshe, në një kohë respektoshe në një farë mënyre. Kemi ardhjen që Ati masandaj çfarë? Fillon beslidhjen me Abrahamin. Beslidhjen e tretë. Një beslidhje përjetshme. Do jesh me mua, do ecësh në këtë rast pa njolla, thotën e Zanafilla 17. Më besoni, tha Abrahamit, dil prej familjes tënde. Sepse familja e tij ishte babai po bente idhujt, gëdhente idhujt e Laçit që shikon, apo nën Teresën, apo dhe çdo lloj papa që nuk ka frymën ato gurë, nuk kanë vesh, nuk kanë sy të dëgjojnë. Masandaj, shikojmë që Abrahami del nga familja e Atit të vet dhe shkon dhe testohet, testi i parë që beri çfarë? I dha disa premtime Ati, po, i foli haprazi, vjen testi i birit të tij që të testoheshe, në qoftë se do ta jipte birin e tij në këtë rast në thonjza, në sakrificë. Por Ati dinte që nuk bente gjëra të tilla, sepse të gjëra të tilla bënin demonët. Por Ati donte ta testonte Abrahamin. Dhe gjën më të shtrenjtë që kishte, thoshte, birin tënd të vetëm. Gjë që Ati i premtovi për birin e tij që do t'ja jipte dhe ja dha në moshën 99 vjet. Dhe kur ai lindi, masandaj tha, ma jep. Shkoj me të birin, i biri ishte i rritur, Isaku ishte i rritur, ishte gati 20 vjet. Dhe ai vendosi vetë dhe ul mbi altarin atje që do ndiste flakën. Abrahami merr thikën për ta goditur, një zë shfaqet nga engjëlli masandaj në atë moment. Çfarë po bën, tha, ndalo, tha Abraham. Dhe Ati flet. Tani unë besoj që ti në këtë rast dhe gjë më të shtrenjtë që kishe edhe për mua. Mos e dëmto djalin tënd. Dhe shfaqet mbrapa masandaj një dash dhe masandaj sakrifikon dashin. Dhe që aty fillon një beslidhje re dhe Ati premton që prej parës, prej gjenealogjisë së Abrahamit do linte Mesia, Krishti, një ditë që do ishte një fare përjetshme. Gjë që masandaj Abrahami e pa në librin Jubileve 16 të fletë që kur Mesia citon në Gjoni 8, 54 deri 56, mos gaboj, ku flet që farisinëve Mesia i thot, Krishti thotë, Abrahami e pa ditën time dhe u gëzua. Abrahami e pa dhe govi. Dhe në librin Jubileve 16 të flet që Abrahami e pa farën e veçuar, farën e shenjtë në profecian. Dhe e pa që një ditë do beshe në këtë rast si ai që ka
çdo gjë do veshë, do lartëtoheshe, do merrte lavdinë e atit gjithmonë pas ringjalljes. Abrahami pa lajmin e mbretërisë, pa si janë rinjallur. Gjë që këto libra farisejtë nuk donin të jepin popullit, sepse ishte çështje autoriteti që nuk donin që të dinin për Mesian. Na dëgjoni vetë, kjo është timi fetar që shikon sot në shumë denominacione, shikon në shumë gjëra që ndodhin, na beson neve dhe ne jemi. Ndërkohë njerëzit buan për shkelje të ligjit nga persona të tillë që kishin larguar nga urdhrimet e atit, farisinjtë. Okej, jemi në Abrahami. Tani vazhdon lini Isaku, Jakovi, fillojnë 12 fiset e Izraelit, masandaj ati flet Abrahamin në të njëjtën kohë, i thotë që do shkojnë në Egjipt për 430 vjet në sklavëri në Egjipt. Por unë do të nxjerr me dorën time të fuqishme. Tani ata shkuan në sklavëri, pse? Se 12 fiset e Izraelit me nipin e Abrahamit, ata njerëz vazhduan të punë ndërkombët. Harruan besligjen e atit të përjetshme. Harruan ligjin e përsosur që ta pranë në jetën e tyre. Çfarë bën? Shkuan në Egjipt, u futën në sklavëri që ati lejovi të shkojnë në sklavëri. Shkak të harrimit të ligjit të tij. Dhe mund ta bëjmë në jetën tonë në ligjin e na fut në sklavëri, mund të cilë kombe të stili në çdo mënyrë dyert mbyllen jetën tonë kur ne harrojmë ligjin e tij. Bizea 4:6 të thotë kur braktisim ligjin e tij, atëre braktis dhe fëmijët tanë. Prandaj ke një shkëputje gjeneratash, mos mësimit të ligjit, ke mallkime në një komb, në familje, në një shoqëri, sepse kanë harruar ligjin e atit. Prandaj vllai po flet, po buças prej disa vitesh, në kombin ton me dashuri me përulje që ti ta kuptosh principet frymërore bazike të shëndosha, të ligjit të përsosur për familjet tona, për individët, për aq sa do të lejojë koha derisa Mesia të vijë, se kështu je panjolla duke praktikuar atë ligj. Tani, ati shpreh mëshirën e tij që mbas 430 vjetësh këta njerëz të shumuar që ishin pothuajse gati 3 milion persona dolën në një ditë të vetme me fuqinë e atit që goditi masandaj 10 herë Egjiptin, e beri Mojsiun, e beri Zot mbi faraonin, tregovi fuqinë e ati, i dha autoritet profetit të tij, Moshe, që ka emrin të vërtet, dhe masandaj hapi detin e kuq dhe kaluan në tokë të thatë. Kur erdhën në Egjipt mbrapa, u mbyll deti dhe në këtë rast u mbytën të tërë. Dhe filloi rruga me këta 3 milion persona që Moshe ishte duke drejtuar për në tokën e premtuar që kishte premtuar kur shkoi Mojsiu në Egjipt dhe i foli atyre që duhet tani ati ka shprehur mëshirën, do dalim që këtu, që ati do të çojë në një vend me, në këtë rast me mjaltë dhe me qumësht. Datë rrugës sa po dalin, afrohen në malin Sinai. Është një mal që është akoma në Arabi, dhe aty ati zbret fizikisht dhe takohet me, në këtë rast me Moshe. Në atë rene që zbriti, në zjarrin që zbriti, populli ishte poshtë dhe populli dridheshe. Nga çdo gjë që po dëgjonte, toka po dridheshe dhe i thoshin Moshe, i thoshin shko fol ti me popullin. Shko fol ti me atin, sepse ndryshe ne do konsumohemi, se është e frikshme prania e tij. Shkon Mojsiu në këtë rast në mal, 40 ditë, 40 net pa ngrenë, pa pirë. Jetovi me fuqinë e frymës së shenjtë. Prania ati që është jetë, çfarë do hante masandaj, do kishte nevojë për të ngrënë atje në praninë e atit, nuk ke nevojë të hash në praninë e atit. Dhe mund të rish pa ngrënë, edhe pa pirë. Tani për neve kemi agjerimin në mënyrë që na lejon, si mund ta lejoj situata, por kur ati zbriti dhe Moshe pa kurrizin e atit në atë mal që shikon poshtë këtuja. Dhe ati çfarë jep aty? Jep kontratën e ligjit dhe njëherë ri për të rinë, rinovon beslidhjen me ata që ishin në idhujtarinë e Egjipt, me popullin e tij, sepse për shkak të premtimit që kishte dhënë Abrahamit që do t'i çonte në tokën e premtuar.
jepet ligji, bëhen sakrificat, spërkate gjaku mbi popullin, sepse populli tha, po, ne do ta zbatojmë ligjin. Dhe ati tha, unë, duke zbatuar ju ligjin, do t'ju baj të shëndetshëm, do t'ju rrëzoj kombet përpara, do t'ju gjykoj kush do ngrihet kundra jush. Gjë që thot në ligji për të rinj 28. Masandaj do t'ju çoj në tokën e premtuar dhe do të jeni të frutshëm dhe do të jeni një kombëll i veçuar, thot, mos u ndodhni gjatë rrugës kur të shkoni në tokën e premtuar. Gjithsesi thot, mos shikoni kombet e tjera çfarë bëjnë, praktikat pagane, gjëra të tilla kundra ligjin tim, se ndryshe zemrimi tim do të ngrihet për një çast. Ndërkohë zemrimi u ngrit gjatë rrugës mbasi lan malin e Sinai, sepse nuk respektuan ligjin e Atit, kontratën e përjetshme që Ati beri me ta. Dhe dim masandaj sapo Moshe shkon lart për të marrë 10 urdhërimet në një ecje, në këtë rast në një shkim prapë që shkoi lart në mal, ata filluan të ndërtojnë demin masandaj. Demin masandaj Haroth që ishte një perëndeshje në atë kohë që adhuroheshe me diellin në brirët atij demit. Dhe 23.000 ranë në atë ditë që Ati gjykovi, hapi tokën dhe ranë poshtë. 23.000, sepse lanë ligjin. Tani, vazhdon rruga, më tej kemi ata shkojnë në popull Izraelit, shkon në tokën e premtuar, por jo kjo gjeneratë, sepse kjo gjeneratë u ngrit kundra Mojsiut, Aronit dhe Kalebit dhe në këtë rast Jehoshuas. Joshua thon anglisht, e lema të emrin pagan, Josueu est Zeusi, lere. Jehoshua, që ishte ndihmësi i Mojsiut, i Moshe, kur shkuan këta si për të spionuar tokën, shkuan dërgoi 12 persona Atit të caktuar nga 12 fiset e Izraelit që ishin prezent, krerët e tyre. I dërgoi për të, në këtë rast, spionuar tokën ku ishin, dhe sollën majmërinë, fruta të majme dhe çdo të mirë që Ati kishte premtuar, tash ishin akoma për të kaluar në lumin Jordan. Por populli në atë moment nuk besovi, sepse pa gjigantët që ishin akoma atje në ato vende. Këta gjigantët nga erdhen? Erdhen ku thamë? Që nga kohët e Noasë ato lindën masandaj, vazhduan gjenealogjia. Ke plot evidenca që masandaj më vonë Davidi luftovi vetë, por dhe funksionarët e tij masandaj që kishte të ushtrisë luftonin gjigantët të caktuar në përvendat dhe vetë ushtarët e tij që ishin kaq të trajnuar dhe kaq trima dhe të guximshëm që njëri thotë vetë e erzovi një gjigant, një prej funksionarëve të David. Tani, shikojmë që kishin gjigantët ishin në tokën e premtuar që Ati kishte premtuar, që sot e shikon që ishte në këtë rast për rreth çarke Izraelit. Ishte më madh premtimi. Por masandaj gjatë viteve u ngushtuan dhe u bë ajurip i vogël. Që flet shkrimi masandaj Kananejve, Abusejve, Enjve, të gjitha ato vende që shikon në këtë rast që shikon sot Irakun, Sirinë, të gjitha vendet që janë përreth aty. Siç e pam në takimin e martesës biblike, që Ati thoshte mos jepni bijat tuaj ndaj popullit që nuk është me ligjin tim, dhe asnjë personi që nuk ka ligjin e Atit. Mos u bashko në beslidhje martesore. Tani, kemi gjigantët, Jehoshua dhe Kalebi afrohen ndaj popullit, ja ku janë të gjitha evidenca që neve kemi shkuar në tokën e premtuar. Le të kemi besim se Ati do luftoj me neve, i kam poshtur, ne e pamë që i poshti të gjithë mbretëritë që neve kaluam, të gjitha vendet i rrëzovi për shkakun tonë, të mirësisë të tia. Le ta besojmë se do t'i rrëzojë dhe këta gjigantët, na ka dhënë fuqinë, do t'i luftojmë, do bien poshtë. Ndërkohë populli nuk besoi këtë gjë. Po ata janë të mëdhenj, gjigantët të kshuja, ne nuk mund t'i rrëzojmë. Aty ndizet masandaj zemrimi i Atit, sepse u ngritën për të dhe tër populli donin që t'i vrisnin Mojsiun, Aronin, Jehoshuan dhe Kalebin. Ati zbret me zjarrin e tij brenda aty në tabernakull ku e kishin ndërtuar në këtë rast atë tabernakull i qushe, ku prania e Atit ishte vinte aty dhe fliste Mojsiu. Moshe vetë flet dhe Ati thotë, ju për shkak të mos besimit, unë kam vepruar për tërë këto vite që ishte pothuajse gati 40 vjet që Ati
i solli vërdallës sepse mund t'i çonte për 10 vjet, për 10 ditë. Rruga ishte 10 ditë. Por ati donte që duke bërë atë 40 vjetët, do formoheshin zemrat e tyre për të pastruar, për të ecur në urdhrimet e ligjit, që të pastruheshin nga idhujtaria e Egjiptit, që të punoheshin zemrat, të rinovoheshin mendjet. Kur ndodhi mosbesimi për në tokën e premtuar për shkak të frikës që patë ndaj gjigantëve, ati zbret dhe thotë, ju që jeni mbi 20 vjet e lartë nuk do hyni në tokën e premtuar. Dhe ata nuk hynë, po do hynë bijtë tuaj, tha, që janë poshtë 20 vjeç. Dhe Jehoshua masandaj me Kalebin ishin të vetëm që hyrën bashkë me ata që ishin poshtë 20 vjeç, dhe Mojsiu dhe Aroni nuk hyrën për shkak të kishin masandaj mos bindjen e tyre në disa aspekte, masandaj që Mojsiu nuk e dëgjoi atin kur i tha për herë të dytë, poli shkembi të dali ujë, Mojsiu prapë godet me shkopin. Aroni masandaj ishte ai person që aty kur ndërtua demi i dhujtarisë, ai demi artë, ishte aty, mori pjesë, ati e zhveshi në mal nga detyra e tija. Dhe ja dha masandaj kryepriftërinë ja dha Jehoshuas, suksesorit të Mojsiut. Hapet lumi sërisht, shkojnë në tokën e premtuar, masandaj këta persona, masandaj vazhdojnë, kanë dinamikat e tyre, kemi mbretërat masandaj që ngrihen në Izrael, ca janë të besnikë, shumë prej tyre janë rebelë, shkojnë në idhujtari, ati vjen masandaj dhe ndan 12 fiset e Izraelit, thotë që fisi Judës është mbretëria jugut. Fisi tjetër që ishin 11 fiset e tjera, 10 fiset e tjera, paka shumë, se është një çështje masandaj që mund të flasim, por 11 fiset e tjera që përbejnë mbretërinë e Veriut, i ndavi dhe masandaj ata të mbretërisë së Veriut u shpërndan në tërë botën. Dhe disa prej fisit të Judës, prandaj quhen sot Judejnë, sepse janë nga fisi i Judës. Fisi i Judës ishte Davidi, që do linte Mesia Jeshua. Dhe ati masandaj takovi, në këtë rast e takovi që të vogël, e zgjodhi, e vajosi nëpërmjet profetit Samuel, Davidin për të qenë mbret. Masandaj vazhdovi mbretëria e tija, dëbovi shumë kombe për rreth, luftovi për të mbajtur, për ta mbrojtur popullin e tija. Lind biri masandaj i tij i Davidit, Shelomoni, është mbret që ati kishte premtuar Davidit që do jetë, dhe ati bën një deklarim masandaj duke i thënë Davidit që në fonin e mbretërisë tënde nuk do mungojë kurrë një person të më shërbejë. Dhe aty po fliste nga në shëmbëtyrës për Mesian. Sepse dimë Shelomoni u larguan nga ligji i atit, mori me mira gra nga të tëra vetë dhe ato gra e futën në mëkat. Ishte i pasur, ati dha pasurit të papare, i kërkovi, masandaj, por masandaj ra në mëkat, në esh, në çdo aspekt që masandaj zemra e njeriu të është ekspozuar për të duar largë udhërimet e atit në ato gjëra. Vazhdojmë vitet e profetëve, jemi në Malakia, masandaj, fillon kush vjen? Vjen Mesia Jeshua. 2000 vjet përpara, fare premtuar, premtimi që dha Abrahamit, që i foli që në zanafile për atë person që do shkelte kokën e Satanit, që Satani do ta shponte këmbët e tija. Dhe ndodhi masandaj në dru, në kryq, për shkak të shkeljeve të ligjit tona, që neve kishim kryer. Që neve, masandaj, të mos vazhdojmë t'i shkelime, vëlla motër. Apo jo? Ja, po e pasqyrojmë më tepër një... Më vonë mund ta themi, po më vonë, le të vazhdojmë këtuja. Tani vjen Mesia Jeshua në beslidhin e re. Beslidhin e re në që flet masandaj në Hebrejnë të 8, apo në këtë rast në Luka 22, në kohën e Pashkës, në Pashkën e fundit që në këtë rast që mbajti Mesia, në vitin e fundit të shërbesës, në atë një vit të shërbesës. Isaia 61, në vitin e përqyshëm, në vitin e hirit të atit Jahwe, dhe jo në deklarime të Eusebit, me 3.5 vjet shërbesë imagjinare. Dhe masandaj Gjoni 6:4 për të volur në atë varg çfarë flitet që
do t'i flasim një ditë. Mesia pati një shërbes një vjeçare. Në atë një vit predikoi lajmin e mirë të mbretërisë, besninë e re që ishte premtuar për 12 fiset e Izraelit. Ne shtëpinë në këtë rast me shtëpinë e Izraelit dhe të Judës. Izraeli ishte mbretëria e veriut që thamë, që ati ndavi, mbasi vazhduan prapë të shkelin beslidhjen e tija. Dhe ati shpërndavi. Dhe vjen masandaj për të bere beslidhjen e re ati me ta, më falë të gjej vargun, që ti ta kuptosh. Okej, Jeremia në këtë rast, Jeremia profeti 31 në këtë rast kapitull thotë që ati do bëj në një beslidhje të re dhe e beri me kë, nëpërmjet kur e prifti të përsosur që e ringjallin në ditën e tretë, e beri Zot përmbi çdo Zot tjetër, dhe ti e shikon në ekran që ku po flet për beslidhjen që ati beri me popullin e tij. Jam një moment, nuk dua ta të përikim. Okej, rrulla. Ja do vinë ditë, thotë Jahve, në të cila do bëj një beslidhje të re. Beslidhje e re e Mesias Jeshuas. Që të gjitha këto beslidhje do, në këtë rast, janë të influencuara, janë për shpengim, janë për shfaqsim, janë për faljen e mëkateve, çfarë ndodhi për të gjitha ata që ati vendosi të denjë për të marrë ringjalljen. Ata kishin priftërinjtë, Adam ishte një prift, ndërmjetësonte për fëmijët e tij. Noa ishte një prift, kishte detyrën e tij priftërore. Abrahamin të njëjtën kohë, kemi Jobin, kemi Enokun, kemi masandaj priftërinjtë që vazhduan mbas malit Sinai, nga Eksodi dhe përtej. Por ati tha masandaj që kur e prifti përsosur Mesia Jeshua, biri tim, ju do ta dëgjoni atë. Dhe ai është besnik në të gjitha aspektet e sjelljes së atyre që unë do t'i them, thot ati. Okej, beslidhja e re, siç e pamë, beslidhja e re është të thot me kë, me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Do thot me 12 fiset e Izraelit. Që ti shikon në Bibël, Jakobi 1:1, ja adresohet 12 fiset e Izraelit të shpërndarë në diasporë, sepse këto janë shpërndarë në diasporë, shumë janë po në Izrael, por pjesa më e madhe janë të shpërndarë për shkak të asaj që ati premtovi kur do largoheshin nga ligji, do t'i shpërndante në tërë botën. Pastaj thot unë do t'i mbledh. Por tani thot unë i shpërndava sepse ata çfarë shkelën beslidhjen time, unë i zura nga dora, thot edhe i nxora nga Egjipti, por aman e shkelën beslidhjen. Ja ku shikojmë kur dolën nga Egjipti, e shkelën beslidhjen, ligjin e atit, urdhrimet që u dhanë, nuk i mbajtën, por thotë beslidhja e re do vi kur të vi kush? Do thotë beslidhja e restauruar, e njerë në këtë rast e përsosur, e rinovuar, me të njëjtat principe, me të njëjtin ligj të përsosur, me moralin e shëndoshë që ne do të kemi dhe familja ka themelin e shëndoshë në atë ligj të përsosur për të qenë pa njohur. Dhe masandaj beslidhja, siç e pa, me popullin e me popullin në fillim pa kur hap lajmin e mbretërisë që u bashkuam në të beslidhje që ti shikon ekran me dhe Izrael. Këto janë dy mbretëri, mbretëria e veriut e Izrael, mbretëria e jugut me shtëpinë e Judës. Shtëpi do thotë të rit. Tu mos e ngatro tash Izraeli nuk është me pak është një emër tjetër që ati vendosi. Pastaj kombi i Izraelit e dimi që përbet 12 fiseve të Izraelit, të klotë. Okej. Beslidhja e re në Mesian Jeshuan. Solli, shfaqsimin ose pastrimin më tepër, faljen e mëkateve, të çfarë, të shkeljeve të ligjit që neve kryem ndaj atit. Dhe kështu morëm faljen e atyre shkeljeve të ligjit dhe kemi mundësinë tani që të predispozohemi për të hyrë në beslidhjen e fundit, që është beslidhja e paqes si përfundimisht, është qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që akoma nuk ka ardhur. Kjo në këtë blu do ndodhi, masandaj që Mesia do vijë në kohën këtuja, ja për ta përcaktuar masandaj më tepër,
në një foto më mirë, në një diagramë tjetër që na jep më mirë atë se tu është harkun kohor të çdo gjëje që thash deri tani. Më falë, nuk e di çfarë. Një moment, më falni. Ja, një moment. Mirë ishte ti kishim të tëra gjëra, por drejtojmë si çati në këtë rast na flet dhe okay. Ja ku e shikon ekran. E njëjta gjë që thash tani pak më përpara. Kemi që nga Zanafilla deri në këtë rast ardhin e Mesias, këtu në të blu, ligji i Atit që praktikohet në persona të caktuar dhe ata që ishin të devotshëm ndaj Atit për të qenë panjolla, siç ishte në këtë rast Abrahami që thotë në Zanafilla 26, ecën në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit, duke qenë në bestidhje në vullnetin e Atit. Okej. Pastaj vjen Mesia, ringjallet në 31 vjet të tija toksore, masandaj ai merr zyrën e kryepriftit të përsosur, nuk ka me kryepriftët të tjerës, ata ishin të korruptuar, e shkelën bestlidhjen, siç e pamë në Jeremia 31, nuk e mbajtën bestlidhjen që Ati beri me ta, dhe Ati tha, biri tim do ta mbaj bestlidhjen tani një herë për gjithmonë. Tani Mesia është ulur në të djathtën e Atit që ndërmjetëson për neve si avokati i mbrojtës i vetëm, jo njerëz të vdekur, jo statuja, jo masandaj nëno apo Maria apo gjëra të tilla demonike, sepse njësh ndërmjetësuesi midis Atit dhe popullit, Mesia Jeshua Krishti i vërtetë që nuk anullovi ligjin. Dhe kjo është me një rëndësi të madhe, ai që nuk anullovi ligjin, jo ai që të kanë dhënë masandaj katolik ortodoks, protestant, ungjillor, që anullovi ligjin, sepse Mesia nuk na tha të ecim me njolla, sepse ai vetë nuk e beri. Por arsyetojnë për një moment në mendjen tonë të shëndoshë, sepse ka akoma njerëz që mbajnë këtë, janë akoma me miliarda persona që akoma duhet të marrin pendimin e sinqertë nga ato shkeljet e ligjit që kemi bërë deri tani që kemi bërë, dhe masandaj për faljen e atyre shkeljeve të ligjit të mëkatit. Dhe kështu mund të marrësh dhuratën e frymës shenjtë për shkak të Mesias Jeshuas që ndërmjetëson dhe po vazhdon të përgjërohet përpara Atit për shkeljet tona që Ati të mos na konsumojë sot e kësaj dite. Po kur Ati do sjelli birin e Tija, kur kisha e vërtetë që beson tek Mesia Jeshua, ai që nuk anullovi ligjin dhe vazhdon të praktikojë atë ligj, sepse do na duhet për ecjen e drejtë, kështu nuk mëkatojmë, ata persona do shkëputen kur Mesia të vijë, nëse janë akoma gjallë. Do shkëputen, do ngjiten lart. Do lihet ky trup, do shndërrohet to shkrim, do shndërrohet në një hapje mbyllje të syve. Do ketë marr trupin ynor dhe shkon masandaj lart në qellën e tretë, ku banesat janë brenda në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, në bestlidhjen e paqes. Dhe masandaj kur gjërat janë gjykuar në këtë periudhën këtu që nuk e shikojmë për momentin, atëre kur Mesia ka gjykuar të mbretit e dheut, mbret qyteti, dhe masandaj brenda janë, në këtë rast janë besimtarët që ishin të urtë, siç thot shkrimi që në atë shëmbëtyrën e 5 vigjereshave të urta në Mateu 25, ja, kanë banesat e tyre brenda të përjetshme, siç thotë profeti Ezra apo Psalmi 37, dhe në zemrat e tyre është shkruar ligji në atë ditë, është shkruar ligji në mendjet e atyre dhe në zemrat e atyre. Në atë ditë do ndodhi. Tani neve e shkruajmë çdo ditë ligjin e Tij, urdhrimet e Tij, duke lexuar, duke futur brenda në zemrën tonë, në mendjet tona dhe duke bërë këtë punë
po rinovohemi, po transformohemi në mendjet tona, në zemrat tona, po pastrohemi me anë të urdhërimeve të atij ligjit. Dhe në atë ditë, masandaj, të gjithë do ta njohin Atin. Dhe nuk ka masandaj që do t'i mësosh të tjerëve. Njohe Atin, njohe Jahuen, sepse thot Ati, të gjithë do të më njohin në 1000 vjeçarin mbas ringjalljes. Do të më njohin. E ka fjalën do më të njohin realisht, do më prekin, do më shikojnë, do të dinë kush unë jam, sepse do kemi trupin ynor që Ati na ka përgatitur për ata që e duan dhe zbatojnë urdhrimet e Tija. Dhe masandaj kalon prapar, siç flasin profetët apo zbulesa, që flasin, shkojnë përpara me ngjarjet, pastaj rikthehen prapë për të shpjeguar disa detaje të tjera. Besoj se more një përmbledhje, u mundova sa më shpejt, por janë shumë detaje që do flisnim, por kjo është e tërë lajmi i mirë i mbretërisë, që neve hymë në beslidhje të rejnë me anë të ndalimit të shkeljes së ligjit, dhe beson tek Mesia Jashua i Izraelit, që nuk anullovi ligjin, sepse do na duhet për dishubllëzimin tonë, se në fillim thamë që të ndalojmë nga shkeljet e ligjit, po pastaj nuk ka më ndalim të shkeljes së ligjit? Normal që duhet të ndalojmë, sepse ligji është aktiv në jetën tona, derisa njeriu ron, thot Romakëve 7:1. Prandaj që ke 6000 vjetë që apostujt mësuan lajmin e mirë të mbretërisë dhe dishubllëzimin me anë të ligjit të përsosur, dhe në 1000 vjeçarin thot Isaia 2, në këtë rast haprazi, nga Sioni do dali ligji, nga qyteti i ri Jeruzalemi i ri do dali ligji i Atit të mësohet kombet që janë përreth, që janë jashtë qytetit, do mbahet festat biblike, Zekaria 12, 14, Isaia 2, masandaj 3 deri në 4, apo Malakia 4, flet haprazi 4:2, Ezekieli 36 deri në 48 kapitujt, zbulesa 21-22 merr funksionin në atë 1000 vjeçarin. Dhe masandaj prap Satani kur është lidhur për ato 1000 vjetët e mbretërisë së Mesias që sapo pam këtu në beslidhjen e paqes. Satani masandaj mbasi u mbarojnë 1000 vjeçarit, lëshohet për një kohë të shkurtër dhe do shkojë në të tërë dheun të mashtrojë për herë të fundit kombet. Dhe prandaj Isaia 54 që do formohen disa armë në vargun 17 kundra qytetit. Dhe thot masandaj zbulesa, mos gaboj 19, që Ati do zbresi zjarrin nga qielli, dhe do të konsumojë ata që janë ngritur kundra qytetit. Satani kapet, njerëzit gjykohen atë ditë prap, hidhet çdo gjë në liçen e zjarrit, vdekja hidhet në liçen e zjarrit, profeti Remës, Satani, të gjithë demonët që i shikon sot dhe ata që janë mbajtur në zinxhir poshtë në tokë sot e kësaj dite. Ne masandaj ke përjetësinë e plotë në Mesian Jashuan. Ke në këtë rast të parën e Korintasve 15. Të parën e Korintasve 15. Ja ta shikojmë së bashku atë të parën e Korintas 15 që merr funksion, merr manifestim. Okej. Ja ta shikojmë. Shumë, ndërsa ta mbyllin deri në fund atë kapitullin, po plas ka goxha. Le ta shikojmë ca vargje. Jo, për mua mund të vazhdojmë për orë të tëra, vamotër, por ja, me sa do lejoj koha. Lovi tani, po ja që në këtu. Që nga vargu 21 do kalojmë në parë Korintasve 15 deri në deri në 28 është mirë. Fal.
Deri në 28. Okej. Njëste një deri në 28. Më falni, ndoshta. Okej. Okej, jemi këtu mirë. Ja, më lejo pak sa ta përmbledhim pak që të kemi në ekran të mirë, sepse ekrani na lejon për të që ta shikosh me shkronja të mëdhaja, se kur dalë masandaj live në Facebook apo në YouTube, është pak më i mbledhur për shkak të programit të tillë, masandaj po këtu kemi mundësinë të ta shpërndajmë. Para e Korintazve. Okej. 15 jemi 19 besoj apo ishte 21. 21 deri në 28. Okej. Po vem emrat e vërtetë. Fjala Perëndie ka bërë, është fjalë pagane, mos i përmend ato emra, sepse nuk janë. Kam bërë mësimin që është në kanalin tonë, kush është emri i Atit, Krijuesit dhe Birit të Tij, dhe ke plot detaje që kam folur. Një emër që është përdorur në 1500 nga persona që nuk do të kishin fare të bënin me judenjtë, me pak fjalë që po mundoheshin në mënyrën e tyre të ecin, si sot të mundohen. Ata kanë plot tradita njerëzore, kanë plot gjëra që ata po punojnë me veten e tyre, por ne duhet të shikojmë veten tonë. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kujt? Adamit, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu, Mesias, Krishtit. Sepse ashtu sikur se të gjithë vdesin në Adamin, do me thënë për shkak të thumbit të vdekjes që erdhi si rezultat trashëgimie për shkak të rënies së Adamit, kështu thotë, për ne thotë, kështu do të ngjallë, të gjithë do të ngjallen thotë në Mesia në Krishtin. Por secili sipas radhës së vet thotë. Tash kush u ringjalli pari, fruti i parë, Mesia Jeshua në këtë rast, fruti i parë. Pastaj ata që janë të Krishtit, ata që janë të janë delet e tia, ecin urdhrimet e Atit të vetë siç Mesia Jeshua eci, janë në beslidhje, siç e thotë Luka 8:21, duke dëgjuar ligjin dhe e praktikuar, dhe do të ringjallesh thotë në atë mënyrë, sepse po i beson personit që foli atë ligjin e përsosur për ecjen tonë, panjolla, siç ai eci vetë që ngji panjolla. Tani në ardhin e tia, për disa që akoma mbajnë atë shkëputjen e parë, në këtë rast shkëputja para shtrëngimit të madh, që gjë që nuk është në Bibël, Mateu 24 apo Marku 13, flet fill mbas atyre ditëve të shtrëngimit të mundimit të madh. Mesia do shfaqet në ardhin e tij dhe ja ku kemi ringjalljen e parë. Se tha, Mesia që ndodhi për veten e tij po, pastaj mbas atij jemi ne thotë që do ndodhi kur po fliste për që do të ngjallen, me njerë shikojmë kontekstin. Mesia ndodhi 2000 vjet më përpara, tani thotë masandaj do ndodhi për ne në ardhin e tij, ata që janë në beslidhje në urdhrimet e Atit, në ligjin e tij, që biri i tij që në beslidhje me Atin e vet. Okej, tu me njerë bie një mësim që merr në këtë rast aspektin e shëndoshë, atë mësimin e gabuar që duhet largohemi prej asaj shkëputjes misterioze të lindur në 1800, që do shkëputet kjo ta persona që po ecin në palishmëri duke anulluar ligjin. Lutem Atit, të dalësh në kishën e vërtetë, që ecën në urdhrimet e atij ligji, që po ndjek gjurmët e Mesias siç ai e bëri. Pastaj do të vi fundi, tani këtu, që në ardhin e tij, derisa të vi fundi, kemi 1 vjeçarin, nuk shprehet këtu ja, po kemi mbretërinë 1 vjeçare, ka gjykuar mbretët e dheut, zbret qyteti, mbretëroj me te për 1000 vjet, lëshohet Satani, pastaj vjen fundi.
lëshoj Satani për një kohë të shkurtër, vjen fundi. Tani çfarë do ndodhi mbas asaj? Kur ai, Mesia, kur ai do të adorozojë mbretërinë e Zotit atë pasi të ketë asgjësuar çfarëdo sundimi dhe çdo pushtet dhe fuqi, mbas 1000 vjeçarit përfundimisht. Mesia i adorzon mbretërinë që ati dha, i adorzon atit të vetë, që a dha. Do thotë, do t'i nështrohet atit të tia. Sepse duhet që ai, kush Mesia, të mbretërojë derisa të verë të gjithë armiqtë e tij në këmbët e veta, sepse në 1000 vjeçarin po kemi si thua atë vënie në këmbë apo në nshtrimin dhe e Satani lidhur për 1000 vjet nën poshtë në Sheol, por masandaj kemi prapë lëshimin, nuk janë nështruar të gjitha gjërat. Dhe masandaj thotë që armiku i fundit mbas 1000 vjeçarit do të shkatërohet që është vdekja. Sepse Zoti i vuri të gjitha nën këmbët e tij, të Mesias, ka fjalën nga ana e planit që ka, nga ana e deklarimit që ati çfarë do bëjë, dhe por kur thotë se çdo gjë i është nënshtruar, është e qartë se përjashtohet ai që ka nënshtruar çdo gjë. Ka fjalën për marrëdhënien me atin me birin, thotë që kur thotë se çdo gjë i është nënshtruar, është e qartë që përjashtohet ai që ka nështruar çdo gjë. Kush ati vetë nuk i nështrohet askujt. Dhe thot pasaj për birin e vetë që kur ti ketë nështruar të gjitha kush ati, Jahwe, atëherë thot biri vetë do t'i nështrohet ati që i nështrovi të gjitha, që Zoti ati, në këtë rast Jahwe, Zoti Jahwe, të jetë gjithçka në të gjithë. Por kemi aspektin që biri i vetë do të nështrohet ati të vetë mbas 1000 vjeçarit, mbas Satanit që është dërguar në këtë rast në liçen e zjarrit, shkatërim total me çdo palishmëri, me çdo ata që kanë refuzuar ligjin e atit. Dhe Mesia do të nështrohet ati të vetë, kush ati thotë, ati, ja po e vëmë në këtë rast, okay, Jahwe në këtë rast që ta kuptosh, atit Jahwe, ai që nënshtroi të gjitha me fuqinë e tij, Psalmi 2 flet për atë aspekt, që Zoti Jahwe të jetë gjithçka në të gjithë, përfshir birin e tij. Do thotë që ati Jahwe do sundojë mbi të tërë, çdo gjë është nënshtruar në atë ditë dhe është gëzimi vëlla motër, mbretëria, po flet për mbretërinë. Nuk kemi të bëjmë me fe, në këtë rast që kjo feja, po është në këtë rast feja e krishterit që themi, por shumë herë merret koncepti një feje masandaj që kemi shumë gjëra të shtrembruara dhe të njëllosura, por kemi të bëjmë me mbretërinë e Zotit atë, që i biri do të adorzojë, mbasi ati të ketë azjesuar çfarëdo gjë sundimi tani dhe fuqi që krekoset. Dhe pastaj i biri do të nështrohet ati të vetë, dhe ati do të jetë gjithçka në të gjithë. Shpresoj që u mundova me hirën atit, me ndihmën e tij, me favorin e tij, që për të shpërndarë lajmin e mirë të mbretërisë në të gjitha aspektet e mundshme që mund të flisnja. Për ta përmbledhur si përfundimisht, të falenderoj që ndenjte deri në këtë kohë, nëse më dëgjove deri në këtë kohë në YouTube. Shpërndaje, të lutem, lajmin e mirë të mbretërisë, ka shumë aspekte që ati flet individualisht sipas gatimit apo dinamikave që kemi tani në këtë kohë neve personalisht janë të ndryshme, dhe ati flet me një fjalë që mund të ka folur unë tani në këtë mënyrë, në një fjalë tjetër i flet një personi dhe na flet të veç e veç, lavdjatit. Por ki parasysh që duhet të ecim në ligjin e tij, në këtë rast si shikon në 5 librat e parë, proverbat janë fjalët e urta dhe psalmet, dhe shikojmë masandaj prap profetët, ka shumë principe që shikojmë praktikën e ligjit të tij, si praktikohen,
ke profecinë e profeti, mos ndaj profetet të ndryshëm që ecën jo palishmërisht, por ecën në moralin e ligjit të atit të përsosur të përjetshëm. Dhe ata kështu qëndruan pa njolla, në një rrugë pa njolla, sepse ecën me ligjin e tij. Psalmi 119:1. Okej. Çfarë mbetet? Që ti dhe unë duhet të luftojmë luftën e drejtë të besimit. Besimi që reflekton në praktikën e urdhrimeve të ligjit, që sapo e pamë për të qenë pa njolla. Ai besim është besimi i vërtetë. Një person që thotë unë besoj, shiko frutet, çfarë po praktikon në jetën e tij, po mban ligjin e përsosur të atit për të qenë ai person pa njolla në jetën e tij. Kjo të takon ty dhe mua. Kjo na takon neve, sepse ti po të bësh të ekzaminim, kështu nuk më katon me dashje. Dhe ka falje në panjohurinë tonë, por ka gjykim në mos batimin tonë. Të asaj njohurie që vjen dhe ja ku vjen me fjalën që ati vjen, përpara si dëshmi në jetën tonë. Atëre, duke ecur në urdhrimet e atij ligjit, po qëndrojmë në luftën e drejtë të besimit për të rrokur jetën e përjetshme, në të cilën secili prej nesh u thirrëm. Secili prej nesh u thirrëm. Dhe thotë këtu apostulli Shaul i thotë Timoteut, pastorit, i thotë për të cilën thotë ti ke bërë rrëfimin e mirë të besimit. Vëlla motër, rrëfimi i mirë i besimit për pastorin Timoteus, që ishte grek, baba grek. Çfarë rrëfimi kishte ai ndaj atit, çfarë dëshmi e kishte ndaj atit, të atë besimit që ai kishte, duke ecur në palishmëri? Jo, se ai ecte pa njolla. Duhet të ecte pa njolla në të mirë e tij të mundshme, normal që kishte rrugën e vet, por ai ecte në ligjin e atit për të qenë pa njolla. Dhe ky është rrëfimi i mirë që neve bëjmë të besimit përpara shumë dëshmimtarve. Dhe vazhdon vajtimi, kërkesa, lutja që apostulli bente ndaj dishepullit të tij, Timoteus, vëllai që kishte konsideronte mbante afër. Po të përgjirohem, thot, përpara Zotit që u jep jetë të gjitha gjërave dhe të Mesias Jashuas, i cili duke dëshmuar përpara Pons Pilatit, i cili dëshmoi çfarë? Rrëfimin e mirë. Çfarë rrëfimi, çfarë dëshmi e la Mesia përpara atyre, vëlla motër shqiptar? Mendojmë pak. Çfarë rrëfimi, çfarë dëshmi e la Mesia? Mos ndoshta eci me njolla, ishte ai qingji pa njolla, vëlla motër? Eci në një rrugë, në këtë rast, me njolla apo pa njolla? Ti e di që është qingji pa njolla. Që thoshte vetë dhe Gjon Pakzorit, ja, qingji pa njolla, që do marri mëkatet e botës. Por ai çfarë? Mesia Jeshua eci në një rrugë pa njolla, duke ecur me ligjin e atit të vet. Kështu nuk mëkatoi. Këtë rrugë kemi neve. Kështu neve bëjmë atë dëshminë e mirë përpara çdo besimtari, dëshmitarve botës. Dhe po ecim në gjurmët e Mesias Jashuas që ai dëshmoi të njëjtën gjë, rrëfimin e mirë. Dhe si e beri? Na i thot vargu 14 prap. Duke ruajtur urdhërimin, kjo fjala këtu urdhërimin ka të bëjë me ligjin e atit. Sepse urdhërimi i atit na bën pa njolla. Urdhërimet e atit na bëjnë pa njolla. Që neve duhet i ruajmë me kujdes, kështu po ecim në rrugën e atit. Jemi të qëndrueshëm duke respektuar ligjin, urdhrimin, rrugët, statutet e tij. Fjalën e tij, dekretin e tij që është i njëjti koncept. Duke ruajtur gjinatit, kështu jemi pa njolla. Pra pa njolla. Ja ku e kemi. Duke ruajtur urdhërimin dhe vajtë vend klapa. Të ta thot fjalë të urta, do ta shikojmë më vonë, fjalë të urta 6:23. Që është ligji i tij. Duke ruajtur ligjin në zemrat tona, jemi vëlla motër, duke ecur me ligjin, jemi pa njollë. Duke ecur me ligjin e tij, në kushtetutën e tij, në dhijatën e vetër së bashku me profetët. Po në gjumët e profetëve,
ndjekim gjurmën e apostujve. Profeti i përsosur që ishte profetizuar, apostulli i përsosur, pastori, mësuesi i përsosur, kryeprifti i përsosur, Mesia Jeshua, eci panjolla, duke ruar, mbajtur urdhërimet e atij ligjit. Dhe kështu je panjolla dhe pa të meta, derisa Mesia Jeshua të shfaqet për të na dhënë jetën e përjetshme. Të lutem, të përgjërohem në emër të Jeshuas, nëse po më dëgjon deri tani. Fillo të bësh rrëfimin e mirë në urdhërimet e atij ligjit që të ruash në jetën tënde, ti zbatosh. Afroju, miqësojmë, jemi në Telegram, kontakto në Messenger, ti jesh pjesë e kishës së vërtetë, jo me palishmërinë që shikojmë në vendin tonë. Po vajtoj për ata, të mëdhenj apo të vegjël, por rruga është personale, zgjidhja është personale. Shpëtimi është personal. Lavdi emrin tënd o Ati. Falenderoj në emrin të Jeshuas. Falenderoj Atë për vajin, për fuqinë, për favorin, për hirin që më jep, mëshirën që më jep, për të predikuar fjalën tënde. Veçimin që ke bërë. Lutem Atë që të ndodhi një vëlla, një motër, akoma më thellën këto orët e fundit, për rrëfimin tonë, të besimit të vërtetë, duke ecur në urdhrimet e ligjit tënd. Lutu vëlla motër për veten tënde. Le të lutemi për një moment. Le të lutemi. Lutu që Atë të ndihmojë në emër të Jeshuas. Lutem Atë që të na japësh kuptueshmëri si të zbatojmë urdhrimet tënde. Lutem Atë që ta prekësh vllain e motrën në bindje të urdhërimeve tënde, që të mos vazhdojmë të shkelim ligjin tënd në emër të Jeshuas. Lutem Atë, kështu do jemi pa njolla, kështu do jemi pa të meta. Peshkopët, dhjakët do jenë pa njolla, pa të meta në emër të Jeshuas. Lutem Atë, vepro në zemrat tona. Vepro Atë në këto orë të fundit. Na çliro nga paudhësia, na çliro o Atë im. Na nxjerr në ligjin tënd, në dritën tënde, sepse ligji tënd është dritë, është llambë në këmbën tonë. Lutem Atë, në emër të Jeshuas, që një vaj i freskët, çlirimi, shërimi, zgjimi, të sytë të mendjet tonë, të hapen o Atë, të dimë cila është shpresa e thirrjes tonë, që është ligjit tënd i përsosur për të praktikuar, për të ecur në rrugët tënde, për të ecur në ligjshmërinë tënde, në devotshmëri, në nder të emrit tënd. Kështu emri tënd nuk blasfemohet ndërkombë. Lutem Atë im, lutem Atë im për ata që janë vendosur në Shqipëri. Lutem Atë im që ti prekësh të vizitosh, që të më pozicionosh, që ti bindesh me fjalën tënde, kur të dëgjojnë prej meje, jo se unë jam i mirë prej tyre o Atë im, po se ti ke vendosur mëshirën për secilit për nesh, që ne të marrim shërimin, çlirimin në emër të Jeshuas, që dora tënde të veprojë o Atë im, të ty pangat e ligësisë, që ti të kthesh të njëherë o Atë fytyrën tënde ndaj të gjitha familjeve që janë të shkretuara, sepse janë larguar nga ligji tënd. Lutem Atë im të falësh popullin tim, të më falësh mua nga çdo shkelje të ligjit që kam bërë. Lutem Atë im që në këtë moment e vllai e motra që po e dëgjon, të bëj rrëfimin e mirë të besimit, rrëfimin ndaj shkeljeve të ligjit që mund të kenë ndodhur. Për di mesën tënde që ti do na japësh, duke ecur o Atë me ty në urdhërimet tënde, në ligjin tënd të përsosur, kështu do jemi pa njolla pa të meta. Kështu do vishemi nga përjetësia në emër të Jeshuas. Lutem Atë që të jetë devotshmëria jonë, që të jetë o Atë në zemrat tona, që të jetë fjala jote, urdhërimet, dekrete, statute, ligjit tënd të mbjellë në zemrat tona. Lutem Atë im, lutem Atë im që të kesh mëshirë. Lutem Atë im të na falësh nga shkeljet e ligjit. Kemi larguar o Atë, kemi larguar nga fjalët e profetëve që ti ke folur nëpërmjet shërbëtorëve tënd, që ti fole mallkimet në ligjin tënd, bekimet në ligjin tënd. Lutem Atë im që vllai e motra të kthehet në urdhrimet e ligjit tënd, të besojë tek Mesia Jeshua i vërtetë, jo ai që anullovi ligjin, jo ai rem që na ka thënë të tjerët, që na kanë mësuar të tjerët, që na kanë mësuar mësimet e gabuara. Lutem Atë im, lutem Atë im të rizgjosh zemrat tona, rizgjimin e vërtetë, duke u kthyer në urdhrimet e ligjit tënd. Kështu një këmbë rizgjohet, rilindet, rigjenerohet zemrat tona, mbillet me anë të fjalës së përjetshme që qëndron për jetë. Lutem Atë im, lutem Atë im të shkosh përpara atyre o Atë, që ti ke përcaktuar, ti veçosh, ti ndash, të kthesh zemrat e tyre akoma më të devotshëm për kurrin e madhe në Shqipëri, jo në paligjshmëri siç thon sot,
me besime të shtirura, po lutim në emër të Jashuas, që çdo ligësi të shkunde njëre për gjithmonë. Në atë ditë, po ndërkohë kemi detyrën për të ardhur përpara Teje, për të konfesuar dhe rrëfyer shkelet e ligjit, për të pagëzuar në Mesian Jashuan e vërtetë, që nuk anullovi ligjin, sepse ligji na nxjerrë pa sjelljen tonë. Dhe është dritë, është i mirë, është i drejtë, i veçuar, sepse është karakteri tënd që shprehet në ligjin e përsosur tënd o Ati. Lutem atë në Shqipëri, kudo që po dëgjojnë. Lutem Atin të falësh o Atë. Na falësh o Atë për shkak të paudhësive, letërve tanë, që nuk kanë ecur me ligjin tënd, kanë braktisur udhën tënde, urdhërimet tënde, të përjetshme. Lutem Atë që na veçosh akoma më thellë. Lutem Atë që të veçosh një vllaj të shqiptar në emër të Jashuas, një gjeneratë që do vijë të nderojë në ligjin tënd. Kështu ti nuk do na braktisësh, nuk do braktisësh familjet tona, fëmijët tanë, po do kesh siç ke mirësi, dashuri, mëshirë për ata që të duan dhe të batojnë urdhrimet e tua, për mira gjenerata, për premtimet që ke folur me anë të profetëve, me anë të birit tënd, me anë të apostujve, për lajmin e mirë që po vjen. Lavdi për jetë. Më ndihmo Ati. Flas fjalën tënde, urdhrimet tënde, ligjin tënd, me guxim Atë. Me fuqinë e frymës së shenjtë, që njerëzit të pendohen, që njerëzit të kthehen urdhrimet tënde, të largohen nga paudhësia, nga palishmëria. Kudo që do jetë mundësia dhe favori tënd, për një fajt të freskët akoma këtë behar, në renovimin e bestidhjes tënde, në ditën e Shavuotit, e Pentekost kur ti zbrite me fuqinë e frymës tënde, me apostujt, për të shpërndar lajmin e mirë, le të ndodhi në mëshirën tënde, dhe një eksperiencë e tillë që populli shqiptar akoma nuk e ka përjetuar. Në qoftë të pëlqen ty Ati im, të na ndihmosh në atë ditë, kur do mbidhemi o Atë në Tiranë, për lavdit të emrit tënd, që të shkundet njërat, ligësia, manipulimet, principatat, çdo shturje, çdo fuqi të sfidohet, të konfrontohet nga fuqia jote. Në atë ditë o Atë, të konfirmosh fjalën tënde, për atë që ke folur o Ati im. Sepse atë fjalë dëgjova qartë. Në kohën tënde, ja është e mrekullueshme. Po le të jetë për ditë emri tënd. Ky udhëtim. Këto pagëzime që do ndodhin o Atë. Në motra dhe në vëllezërit që ti ke para përcaktuar, dhe ata që do binden, dhe ata që do duan të kthehen për një rrugë pa njolla duke ecur në ligjin tënd. Lutem o Ati im. Lutem o Ati im që të japë dhuratën e frymës së shenjtë, të përjetojnë o Atë, si unë të përjetoj çdo ditë, në urdhrimet tënde, në ligjin tënd, në festat tënde biblike, në sabatin tënd të veçuar, që është një shenjë përjetshme për popullin tënd, një besëlidhje përjetshme te. Që do ta mbajmë në 1000 vjeçarin e përtej, sepse në qeneri që ti do besh, në tokën e re që ti do besh të qëndrueshme për jetë. Nga një herë në sabat tjetër, të gjithë do vinë të binë në gjunjë për para teje, si sa profeti Jeshaja. Lavdi për jetë. Për të kohë që më ke pozicionuar, për të veçim që bere, transformim radikal që ke bere o Ati. Isha në palishmëri, isha në shturje, isha drejt vdekjes. Shpreve mëshirën tënde, tuk me veçuar në barkun e nënës time, për të kohë, për të mësuar urdhërimet, ligjin tënd, për të lavdëruar emrin tënd, jo në principe të tilla të pjeshme, në principe ambigue, që nuk dihet çfarë themi, por në detajet, në kuptueshmërinë e ligjit tënd, për të ditur aspektin më të rëndësishëm. Ne kemi betejën çdo ditë në mëkatin që është shkelja e ligjit tënd. Lutem Atë,
lutem Ati, veprosh në këto orë të fundit, para se biri ten të shfaqet. Nuk e dia do jemi ne apo bitët tanë, breza që do vinë, po profetët profetizuan, e nuk u foli, Ezra foli, për ato 12 renditjet që do ndodhin në orët e fundit. Në përventimin që ti dhe, lavdit e mëjten. E ta lexojmë, vlla motër. E ta lexojmë së bashku. Profeti Ezra çfarë foli? Profeti Ezra, kur i lexoj ato vargje, janë jetë. Janë jetë. Janë jetë. Për premtimet që ka dhënë për ty, për mua, për familjet tona, për secilin që do kthehet. Do kthehet në urdhrimet e tija, në ligjin e përsosur të tija. Do besojnë në Mesia Jashua i vërtetë, që na tha të rojmë me urdhrimet e atij ligjit dhe duke vepruar në atë mënyrë, do hyjmë në jetë. Do hyjmë në jetë. Mateu 19, Luka 10. Zbulesa 22. Jam me lejo të gjeja të vargë. Lexojmë dhe njerë. Hapti për jetë. Mos u largo vlla motër, nëse ke dëgjuar deri tani për ju online, flas. Ja, jemi afër. Okej, një moment, se mendova se kisha aty. Materiale në më falës. Shumë materiale. Okej, e gjetë. Lavdimi i Tatit. Okej, lexojmë edhe një herë sepse ja është fjala jetës. Fjala jetës. Po flet për ngjarjet e kohës së fundit. Çfarë do ndodhi? Çfarë do ndodhi thotë? Mënyra e parë sepse kanë përbuzur ligjin e të shumëlartrit. Mënyra e dytë sepse tani nuk mund të bëjnë atë që një pendim të mirë që mund të jetojnë, tha, nuk kanë më kohën sepse ndruan jetë. Pasandaj thotë mënyra e tretë ata do të shohin shpërblimin e rezervuar për ata që kanë besuar në beslidhjen e të shumëlartrit. Mënyra e katërt, ata që kanë shqyrtuar mendimin e rezervuar për veten e tyre në ditën e fundit. Mënyra e pestë, ta grup persona sot, ata do të shohin se si banesat e të tjerëve, kush këta që po mundohen thotë që do shkojnë liçen e zjarrit, do të shikojnë thotë të atyre besimtarëve të vërtetë si do hyjnë në banesat që ruan nga engjëjt në qetësi të thellë. Mënyra e gjashtë, ata do të shohin se si disa prej tyre do të kalojnë në mundime. Mënyra e shtatë, e cila thotë është më e keqe se gjithë mënyrat që janë përmendur, sepse ata do të treten plotësisht në konfuzion dhe do konsumohen nga trupi, dhe të thahen nga frikat kur të shikojnë lavdinë të shumëlartit, përpara të cilit mëkatuan ndërsa ishin gjallë dhe përpara të cilit
do të gjykojnë në kohët e fundit. Dhe ky është rendja atyre që kanë mbajtur rrugët për ligjin e atit të përsosur, kur të ndahen nga trupi i tyre të vdekshëm, thot. Kur të ndodhi vdekja, thot, do marrin shpërblimin. Gjatë kohës që jetuan në te, ata që i shërbyen me mundim shumë të madh dhe rezistuan rreziku çdo ore që mund të mbanin ligjin e ligjvënësit në mënyrë të përsosur, të plotë. Prandaj ky është mësimi që ka të bëjë me ta. Masandaj flet për shumë aspekte, po dua të kaloj në fund kur thotë që masandaj renditja e gjashtë, kur u tregohet atyre se si fytyra e tyre do të shkëlqejë si dielli për ringjalljen, fytyra e të shenjtorëve të vërtetë, të veçuarve, besimtarëve të vërtetë, do të shkëlqejë si dielli. Përse? Sepse ata e kanë mbajtur me shumë mundim ligjin e atit që është ligjvënësi tonë. Dhe si do të behen si drita e yjeve, duke qenë të papritshëm dhe nga ajo kohë dhe tutje për jetë. Masandaj thotë dhe këta do vazhdojnë do nxitojnë të shohin fytyrën e atij, të atit Jahve, të cilit i shërbyen në jetë, nga i cili do marrin shpërblimin e atyre kur të lavdërohen. Lavdi për jetë. Do shikojnë fytyrën e atit. Do shikojnë fytyrën e tij. Në atë ditë, por ka disa principe që ne për ta parë duhet të mbajmë ligjin e tij. Profeti Ezra, i cituar nga Mesia, kur shikojmë në Mateu 23, kur Mesia flet për atë, citon profetin Ezra, që ishte 200 vjet më përpara profeti Ezra, paraardhjes së Mesias. Citon në Mateu 23, që thotë, kam dashur të mbledh si ajo pula që mbledh zogjkat, por ju nuk deshët. Dhe ai varg citohet në krahas thuhet në kapitull 1 i Ezrës. Letra e dytë e Ezrës, kapitull 1, vargu 30. Citovi Ezra në Mesia, citovi jubilejnët, citovi Enoku që shikojmë në Juda 1:14, një kapitullesh, që profetizoi Juda, thotë, për ardhjen e Mesias, që do vijë me mira, thotë, me engjëjt e tij. Por ne duhet të mbajmë diçka që e shikon në të tërë. Duhet të mbajmë diçka në mënyrë që fytyrat tona të shkëlqejnë si diellin atë ditë. Dhe do marrë këtë rast të njëjtën trup hynor, siç e kanë engjëjt që janë yja që shikon në qell. Lavdjatit, u mundova, presoj të ketë prekur zemrën tënde. Në emër të Jeshuas.